politike shqiptare kanë prej vitesh deklaruar qëllimin e përbashkët për integrimin evropian të Shqipërisë. Nuk është ndonjë çudi që në parlament bashkëpunohet për integrimin evropian, por kushtet dhe momenti duket pak i pazakontë, për shkak se zoti Berisha dhe anëtarët e tij të koalicionit flasin për narkoregjim, narkoshtet dhe është pak e çuditshme që ata ja bëjnë mbar narkoshtetit dhe narkoregjimit duke qenë pjesë e lojës politike dhe nuk kuptohet pse. Domethënë, nuk kuptohet nëse Brukseli ka kërkuar që të miratohet një rezolut pro e Parlamentit shqiptar për integrimin evropian, apo ka qenë kjo një dëshirë e forcave politike shqiptare për të treguar dashuri Brukselit se janë pro-europian. Dhe këtu ndoshta biem apo mos biem dakord, por nuk më duket shumë e qartë politikisht që kur flet gjithë ditën për narkoshtet dhe narkoregjim, të bashkosh votat me narkoshtetin dhe narkoregjimin, sepse je pjesë e saj. Pra ka një kundërthënie politike shumë të madhe dhe nuk kuptoj këtë nxitimin për të miratuar rezoluta kur nuk kanë miratuar bashkarisht rezolutën për Kosovën, për dënimin e krimeve serbe në Kosovë, apo për Çamërinë, që janë tema madhore bashkarisht edhe me integrimin evropian. Kështu që ka diçka që nuk shkon në këto marrëveshjet në prapaskenë që bëhen brenda 24 orëve midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ndoshta janë prova gjenerale për bashkime të tjera votash në muajt në vazhdim, siç është ndryshimi i kushtetutës, krijimi i Senatit, ndryshimi i reformës zgjedhore, administrative, të drejtësisë dhe një kapistrave, dhe duan të testojnë opinionin publik për këtë